në natë sot me këtë natë me emocione dhe festa. Më fort, jeni gati në shtëpi. Dëgjoj, do ta bëjmë kështu. Do shikojmë për matë artistët si u kombëtar, të cilët sot janë në qytetin më gëllueshëm të Gjirokastës, një organizim, një super trashëgimie për artistin e parë që vjen. Çka, hoqja më. Edhe pa tuar fare dhe pa këllë. Kjo nuk vlen vetëm për fëmijën. Kjo vlen edhe për të... I see your eyes every day and every night, and I wanna hold you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I won't ever make you cry. Sepse si që thash pak më herët, Sabina është pikërisht artiste tjetër që do ngjitet lart në skenë. Unë nuk guxoj të hipi lart se më merr gjithmonë mend. Nuk e di pse, po më merr. Artistët sakrifikojnë shumë për të sjellë më. Kush është më? Dembeli! Auq! 200.000 vite do... Përshëndroni, unë e pak. Kush e më shpejti? Okej. Po pritër se nuk e kam thënë. Më shuri! Okej. Kush ishte më? Babi atje e ngritet dorën gjysë, kështu që je vetëm gjysëm rastic. Dhe ajo që do vinë në këtë moment, ja do e zgjedhim. Trokitje! Bravo! Një mësuese, por konkretisht çfarë mësuese? Një mësuese anglishtje. Një mësuese anglishtje.
gjithë muaj do të kemi festë. Ne jemi gjithmonë të lumtur dhe kënaqur që Artën e Cirkut e transmetojmë kudo ku ne shkojmë. Çdo qytet na mirëpret dhe sot jemi pikërisht në Gjirokastër. Pikërisht në këtë atmosferë festash nuk mund të mungojnë artistët e cirkut për të dhuruar emocione për të gjithë publikun, qoftë të vogël, qoftë të madh, i cili ndodhet këtu me ne sot. Sono molto felice di essere qui ad Girocastro, la mia prima volta in Albania e sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla bellezza dell'Albania. Anche arrivando da Tirana qua ho visto dei paesaggi bellissimi e complimenti perché a Girocastro è veramente un gioiello, è stato un onore per noi fare questo concerto che prevedeva melodie immortali come quelle di Morricone, all'opera come Un mio babbino caro e il pubblico è stato favoloso e molto caloroso e niente, sono molto felice di aver condiviso questa esperienza con il popolo albanese. Grazie. È stato un piacere ritornare in Albania, è già la terza volta che io vengo qua, è un popolo eccezionale, ama la cultura, ama l'arte e il nostro scopo è quello di dare emozioni con la musica. Il concerto che abbiamo fatto questa sera è un concerto dedicato ad Ennio Morricone, musica da film, insieme al soprano Barbara Lucchini, e volevo ringraziare il pubblico di Girocastro e tutta la splendida amministrazione che cura tutte le cose in maniera dettagliata riguardo l'organizzazione degli eventi natalizi e anche di tutto l'anno solare. Grazie di nuovo.